Specialistët e seksionit të trafikut urban dhe interurban në drejtorinë vendore të policisë Vlorë arrestuan në flagrant shtetasin ASH, 57 vjeç, banues në Vlorë, pasi u konstatuar duke drejtuar me automjetin në gjendje të dehur. Specialistët e seksionit për hetimin e krimit në drejtorinë vendore të policisë Vlorë referuan materiale në prokurori në ngarkim të shtetasit MB, 34 vjeç, banues në Vlorë, pasi u konstatua se kryente punime ndërtime pa leje në institucione përkatëse. Specialistët e stacionit të policisë së Elenicë referuan materiale në prokurori për një rast vjedhjeje në banesë, vijon puna për identifikimin dhe kapjen e autorëve. Po nga këta specialistë u referuan materiale në prokurori edhe në ngarkim të shtecave DM, 30 vjeç dhe HM, 21 vjeç, vëllezër, të dy banues në fshatin Rexhepa i Selenicë, për veprën penale kanosje, pas kallëzimit të bërë nga shteti FS, 54 vjeç, banues në të njëjtin fshat. Specialistët e hetimit të krimeve në Komisariatin e Policisë Sarandë referuan materiale në prokurori në ngarkim të shtetasit IL, 57 vjeç, banues në Sarandë, pasi u konstatua duke kryer punime ndërtime në banesë pa leje të institucioneve përkatëse.